A u lazdrove? A u lazdrove pak, po? A është me katë se s'na kanë po kujna konë? Po, është ka gjë gjunat që nuk kanë mujt me po pjesën e shtëpis pëm, Trihas. Lëtina ka mujt me po në vizitën që ka qenë në fermë, kështu që trakla dhe jone du të më ardhë. E bja që du të më ardhë. E për ato për mkatë edhe pëse s'pëhojnë pak flisë u kërna. Flia është tradicionale që e bojna me prësh, prej kuzhinjereve të fermës. Është super e mirë, na mujna me shiu të ashtë. Okej, me shiu edhe pak edhe që shka lind ideja me bo që ato një shpin lisë. Se që le kur nga koni vogël fmi, kena pos qef me pos një shpin pëm, edhe krejt ondrat e tona janë konë rrëth qësaj shpis në pëm që kur nga ka të regu gjyshja diçka se janë ndërlidh. Edhe ideja o konë, edhe hapsina, edhe lisi që po më trungu ti ka mujt me mbajt një shtëpim pëm, edhe na kemi realizu ato, qështash, edhe për veti, kena qef me pos personalisht, po ideja është që fmit me pos mundësi me po një vend të tillë që është si në prolla, definitivt, që na mujtë me po pak më herët. Na patëm edhe disa sene se këta nuk i shikun, si për shembull 40 trupa ara, edhe një kopsht me kep, edhe spanace këtu. Te shtëpia në pëm është një cop livadhe që na e shfrytëzojna për kafshët e tona, me dalë me kullot. Në atë livadhe janë të mbillën atë dikon 200 ara, rreth 200 trupa të arave që i kanë 4 vite që janë mbjellë edhe veç janë proces të rritjes, është shumë interesant edhe për fëmijët me ju tregu për jetën e natyrës edhe vazhdimisht kur të ndryshohet stina, na e kemi për qëllim që gjash çdo stinë me tregu të mirat se çka ofron ai stinë. Para no sa lezet, çështë të hongër bë hop ku të bëhen mollat, fop e merr mollën krap. Definitivisht është lezet, është shumë pjesë e mirë edhe ata kallzoj një folë shpejt. Lirisht kallzoj me 2. A keni se thënë shqiptari kryq çështë? A keni ne? Jo. Ç'është? Nuk e pas tani. Këshira. Që shumë e mirë, a muj me provu edhe hajde provu apo bën? Hajde, të këshum që shket ashtë që shto, për kësaj pjesës. E flijat, që shukoni? E flijat janë tradicionale, edhe na e kemi pjesën e furrës që i pjekën prësh. Gjdo dit ka flijat fresta që vizitorët mënden me i provu, sikur na që shemi ujtë ashtë. Firma ka një orar që është e hapur për vizitorët, që ju dedikohet vizitorëve, edhe ju dedikohet grupeve të fëmijëve që janë prej shkollave. Prej të martës deri të premten, pra martë, mërkure, ejtë e premte, është prej orës 2 deri në 7 për vizitorët, edhe kanë mundësi me shiju atraksionet që i ofron firma, ndërsa të shtunën edhe të diellën është prej orës 10 deri ora 6. Për shembull, ai përdorni ju edhe për shembull pulat që bojnë ve, një patet edhe një lopë mdoket, qumshtin e kështu ai merrni edhe i përdorni në kuzhinën e juaj. I përdormi për nevojat e tona personale, po çka është më e rëndësishme është që fëmijët kanë mundësi me po qatë proces. Vazhdimisht kur ka grupe të fëmijëve nga shkollat edhe nga kopshtet, por edhe vizitor, ne kemi një orar të caktuar që bëjmë mbjelljen e lopës edhe mbjelljen e dhijes. Edhe fëmijët kanë mundësi prej afër me po qysh mirë qumshti. Po. Edhe qysh prej qumshtit që lat janë dobi, çka mëna me bë, qysh bëhet djathi ose diçka që e kena ferm shkollor një ke zhalon emnin. Pse lazdro ferm? Definitivisht qëllimi jonë është me qenë sa më edukativ edhe fëmijët me shiju edhe përmes lojnave. Këto dy komponenta. Lazdro është se çka i karakterizon diçka fëmijët mas shumti është mu lazdru. Kuptohet është në mënyrën e mirë. Edhe çajo ka qenë ideja pse ja kemi lënë emrin lazdru. Interesant edhe çudi qysh keni mujt me ja qellu çdo pikë. Nashti nuk ja kemi qellu krejt, po jemi duke tentuar që me formsu sa më shumë edhe me jap vazhdimisht vlera fermës përmes aktiviteteve që jo dedikohen fëmijëve dhe familjeve edukative, edhe definitivisht është me pas mundësinë që me u kënaqë në natyrë. Qysh thamë edhe më herët, telefoni është na i marr kohën shumë, sidomos tek fëmijët. 12 orë ka herë ka ditë që rrin telefon. Para nuk 12 orë në rrin telefon ka herë. Po, apo shati e ki nevojë mos fare. 12 orë.